والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثوت الله مسعود رضي الله عنه: الدنيا كلها غموم فما كان منها من سرور فهو ربح. Dynjaja e gjitha është me brenga dhe ajo pjesë prej saj që është e lumtur, ajo është një prej ditëve të fituara nga kjo botë. Është fjala e dytë ose këshilla e dytë e Abdullah Mesudi radiallahu anhu që flet për çështjen e qasjes së duhur ndaj dynjas. Për arsye se, si kemi thonë, qasja e duhur ndaj dynjas është ai farë, si më thonë, farë qelsi i suksesit për ta të i kaluar botën pa ra në provimet e saj. Problemi më i madh të shumica e njerëzve është se mundohen me e pa dynjan dhe me jetu dynjan pa probleme, pa brenga. Faktikisht e kanë përmbys botë kuptimin e dynjas. Kjo pa brenga, pa probleme, kjo është xhenet. Kjo nuk është dynja. Kurse dynjaja është pjesë e pandashme prej saj, janë brengat edhe problemet. Po këtë arsye Abdullah Mesudi sikurse është argumentuar me shumë ajete, shumë hadithe, po ndoshta dy ajete që janë më të drejtë për drejta. Ajeti i parë është thotë Allahu laqad khalaqnal insana fi kabad. E kemi krijuar njeriun në atë formë që ai të jetojë në vështirësi, në problem pas problemit. Dhe kjo faktikisht është edhe në të mirën e njeriut. Vështirësitë, provat e dynjas që vijnë, edhe që i përjeton njeriu, janë sinjal pe Zotit që mos më ka për dynja. Faktikisht është dobi tina që mos më ka për to, për arsye se nuk ka besë. Nuk i zihet besa asajna. Për këtë arsye disa prej dietarëve, njerëzit që i ka për dynja i kanë quajtur viktimat e dynjas. A ke pona që themi, kjo është viktimi një ideologjie. Kjo është viktim e familjes vet. Kjo është viktim e kësaj. Amo shpesh harrojmë të thonë këta janë shumica e njerëzve viktima të dynjas. Shumica e njerëzve janë viktim të dynjas. Domthonë kanë ra prej e problemeve edhe sfidave që i krijon bota, jeta ku jetojnë njerëzit, edhe pastaj bëhen viktima duke mos e ndjerë ndoshta hiç. Keve na prek dynjaja, na dëmton, na hub ka një herë orientimin, po me qenë viktime e dynjas është mesele e rëndë. Për arsye se që kjo e tregon që nuk e kena kuptuar sa duhet çështën ose pozitën e dynjas. Për këtë arsye Abdullah Mesudi radhiyallahu anhu thotë, dynjaja krejt është me brenga. Krejt. Çka ka për dynjas, diçka çka është mirë, kjo është fitim i madh. Me të shku diçka çka është mirë, kjo është fitim i madh. Laqad khalaqnal insana fi kabad, e kemi krijuar njeriun që me jetu në vështirësi. Prej kur të lindin. Lind me vështirësi, arritet me vështirësi, ja nis me fol me vështirësi, dhom të dalin me vështirësi. Që përmenin dietarët, pastaj zhagitet, fillon me hec, e kështu me radhë, këta këto janë pjesë të vështirësisë. Me kallëzuar që dynjaja është sfidë mas sfide. Pastaj vjen rritja, pastaj adoleshenca, është pjesë e vështirësisë së madhe, pastaj martesa, pastaj edukimi i fëmijëve, pastaj e mos flasmi për sprovat, humbjet, vdekjet, luftrat, smundjet. Kur e këshyr kështu ta më menja që punë me asnjë ditë s'ka qellu pi botës, tamam që ç'dohet. Khuliqat ala kadarin. Fa kayfa tanaluha safwan. Hadha qattu fi al-imkani. Ya aashiq ad-dunya ta'ahab lilladhi qad nalahu al-ushaq kull zamani. Ibn Qayyim rahimahullah është krijuar bota me sprova. Kurse ti po dëshiron ta marrësh të pastër.
kjo s'ka mundësi me ndodhë asnjëherë. O i dashuruar pas dynjas, përgatitu me të bëmat që ja ka bua ajo atyne që kanë qenë të dashuruar pas saj. Përgatitu, nëse je i dashuruar mas dynjas, përgatitu prej tash që ka me të ndodhë ku me di qka se qashtu ja ka bua ja kejtve. Dynjoja. Ajeti tjetër që është shumë interesant, Allahu kur përshkruan në surën Fatir, kur e përshkruan njerëzit që hinë xhenet, një prej falenderimeve që banorët e xhenetit ja bojnë Zotit, thonë elhamdulillahi alladhi adhhaba 'anna al-hazan. Falenderimi i takon Allahut, i cili na largoi prej neve brengat. Shone sa interesant vllazni? Banorët e xhenetit kur kanë hinë xhenet, e kanë falendëruar Allahun për kohën që e kanë kaluar në këtë botë, për shka? Për shkak brengave që i kanë pas. Për shkak mërzijave që i kanë pas kësaj bote. Sikur që po don përmes këtij ajeti Zoti më thonë që nëse banorët e xhenetit kanë me shiju xhenetin, edhe kanë me ditë falënderim ndaj Zotit për këtë dhunti, është që ja ka largu brengat e dynjas. Që ja ka largu brengat e dynjas, mërzijat e dynjas, sprovat e dynjas. Dhe krejt e kanë rumbullaksu dynjan me breng, me mërzi. Andaj do të vllaznia shumë më rëndësi, na si musliman, me e kuptu realitetin e dynjas. Dallimi mes dynjas dhe ahiretit. Domthon ahireti ka mbështetjen mes xhenetit, se ahireti përfshin edhe xhenetin edhe xhenamin. Dallimi mes dynjas dhe xhenetit është shumë më rëndësishme që në kokën e tonë. Mënyrë që me ditën qyshme e balancu jetën në momentin kur na godasin sprovat e dynjas që janë pjesë e përditshme e jonja. Për këtë arsye dietarët thonë ti mundesh me pa një njeri, një familje, edhe që aty e vrejnë një shembull shumë thjesht çysh e kanë kuptuar dynjan. Janë dy vllazni, njëri të dy të kanë njëjtën pozitë, të dy të kanë njëjtën pasuni, nëse të dy të kanë njëjtën punë. A kanë të dy të njëjtën lumturi? S'ka shans. Po këti kanë njëjtat, nashti edhe rrogën e kanë njëjtë, po ka mundësi edhe rrogën e kanë njëjtë. Vetëse dallimi i kënaqësisë në jetën e të dyve pikëtyre është se çysh ju qasën sprovave. Çtu është këtë dallimi. S'ka dallim tjetër këto. Krej çysh i qasën sprova. Momentin që ti din një qasë sprovave, ti ke arritën me e shiju çto të mira që janë të botës, çat sa ka mundësi sa ta jap dynjaja. Momentin që s'din një qasë prova, ti ke ra viktime dynjas. Ti je viktime dynjas. Nashti këtë njëjtë i kimi me vllavin tonë, për shembull, dy vllazni, këtë njëjtë nashti i keni me punë, me krejt, ai sa ta shef ta gërdit dynjajën, ky tjetër thotë mirë be këtë në rregull është. Ku është dallimi? Dallimi është që ke kuptuar ti dynjan. Çka ke priti pe kësaj botës. Çu ke trajtuar këtë botë. Sa e përgatit për sprovat që vinë për kësaj bote. Për këtë arsye dietarët e mëdhaj, kur i kanë kuptuar çdo raste, në momente të vështira, momente trona, i kanë pas parasysh. Këtë arsye Muhamedi thotë që kur i kanë pruar shem kanë herë ka hungur, kanë herë s'ka hungur, shem ka hungur çto është dynjaja. Kanë herë ka ushqim mirë, kanë herë ka ushqim mirë, kanë herë s'ka hiç. S'mundet me mashtru se çështu unë e di, unë e njoh çështu. I pasur ku me ditë ku, nashti bjen në fund pusit. Zdijet. Nuk e dihet ç'është mund me të sjell dynjaja. Ai që i din që to, kur sprovohet disa raste, ai ka mundësi me pas vetën kontroll. Ai që nuk i ban mend që to, edhe nuk e din që para përgatitje, ai kur sprovohet, ai e hup edhe dynja, po e hup edhe ahiretin. Është një fjalë tjetër Abdullah Mesudi që është e ngjashme me këtë, thotë njerëzit këtë dynja janë udhëtar. Pasuria që e kanë është hua, borxh. Shumë shpejt udhëtari hec, edhe shumë shpejt pasuria i kthehet pronarit të saj. Shumë shpejt udhëtari hec, edhe shumë shpejt pasuria i kthehet pronarit të saj. Këtë që kjo është shakena na për kësaj dynjaje. Për një me po. Krejt shakena na për kësaj dynjaje, krejt është borxh. Kur gjas kena pronë reale tonën. Pse se ti nuk ki siguri për çdo gjë që ki në dorë tua, nuk ki siguri që e ki deri nesër.
S'po pa më dej pa mas 50 vjetë, dej nesa nuk i siguri. Pse se ma e leta që ku me thonë është ti des edhe ajo kthehet ku e ke marrë ose shpërndohet në tana unë. Vesh ty s'takon. Andaj doshë vllazni është shumë e rëndësishme për kësaj fjalës të Abdullah ibn Mesud radhiyallahu anhu me e kuptu hakikatin, realitetin e kësaj bote. Edhe me trajtu në qatë formë. Mos më jadhon që thamë dhe desën e kalum. Mos me e ngrit dynjan ma shumë sa që i takon. Për arsye se në fundit ajo i tradhton pasuesit e saj. Edhe i tradhton të dashuruarit pas saj. Edhe në fund secili kthehet pe kësaj bote qysh ka ardhur, pa marrë kur gjak prej sajna. Pavarësisht çfarë pasionik i ka qenë. Thuhet për disa prisa, thuhet për një pris të Andalusit të Spanjës, që ka qenë pris 50 vjet, edhe thuhet që e kanë bërë një valloj studimi me to, edhe kanë vetë për i kitë ditëve që ka kalu, ja kanë bërë një valloj holumtimi më të thellë, disa prej dietarëve më vonë, edhe thojnë krejt që e kena studiu historinë e tij e kena po që veç 14 ditë s'ka pas probleme. Ama u kom pris 50 vjet. Kështë qështë i ka pas në dorë. Për arsye se kështu është realiteti edhe mënyra se si ecim edhe si jetojmë në këtë dynja. Për këtë arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar shumë bukur realitetin e kësaj bote, edhe pse na domethënë na shpesh edhe nuk e shtim kry. Pejgamberi e ka shembulluar realitetin e kësaj bote sikur një person i cili është nal në hijen e një pemës. Ka fjet dhe pastaj ka hic. Keq kjo është dynjaja. Ke ardhën, ki munal të që kjo hija qëtu, edhe pastaj ki me ec. Normalisht, s'po flasim tash në aspektin e pesimizmit, të më ti duhesh më konë produktiv, më munu me ec, me zhvillu jetën tonde, me zhvillu vetën tonde, me ec përpara në aspektin e të mirave që Zoti t'i ka dhënë, amo çdo herë me kuptu se në fundit është dynja. Çfarë do të thonë fjala dynja, shqip kush e din? Çfarë do të thonë dynja arabisht? E dynja. Ja, sa shkaluse. Jo. E dynja me në dunu. E poshtër, e ullt. Çto e ka emrin, edhe çto e ka realitetin. Ashtë e ullë, se s'ka vlerë në fundit kur dish para Zotit, ajo shajke pas për të mirave kësaj dynjaje. Allah inshallah na mundson që me kuptu realitetin e dynjas, mos u mashtru me ta, edhe me ecën inshallah krye lart ashtu siç Zoti është i kënaqur me neve. Allahumma amin, Allahu a'lam, sallallahu ala nabina Muhammad.